Shqipëria është bërë një Godzilla betoni e gjitha. Na mbytën investitorët strategjik gjithandej. Marrin mbetet ajo njerëzorja, mbetet njerëzilliku mbi të gjitha, sepse është një ngjarje e rëndë. Përveç faktit se janë të mitur, është edhe dinamika e ngjarjes. Kjo është një ngjarje shpend e paralajmëruar në vendin tonë. Sot që ne flasim, mund të rrezikojnë jetën edhe disa fëmijë të tjerë që janë duke luajtur në rrugët e atë dheut ton, pasi Shqipëria është bërë një Godzilla betoni e gjitha. Na mbytën investitorët strategjik gjithandej. Marrin leje mijëra metra katror për të ndërtuar pallate dhe 0 metër katror nuk e lënë aty drejt ta haj për një park. Park të luajnë fëmijët e shpend. Pra është e tmerrshme ta mendosh ku ne si prindër sot nuk i lëm dot fëmijët të zbresin poshtë pallatit për 1001 arsye, një ndërtohesh pikërisht edhe papërgjegjshmëria e shumë personave adult që ecin si të shkalluar në rrugët atë dheut ton, sepse fëmia po nuk pati park do luajë në trotuar, po mund të luajë me top, po dhe mund t'i dalë edhe makinës para. Ne në Tiranë të paktën, por edhe në qytete të tjera, ne nëse shikojmë rrugën bosh, ne mundohemi t'japim gaz makinës, ecim shtill. Unë kam ngritur një shqetësim në lagjen time shpend, konkretisht fiks 2 javë më parë. Ti e di, unë jetoj në Xhamllik, e di ku e kam shtëpinë, dhe është një rrugë e drejtë që vjen pikërisht nga rrethrotullimi tek Lani lart dhe përfundon tek Oslo, pra tek kryqëzimi i rrugës Bardhyl. Është rrugë e drejtë, është dishez, janë 2 semafor, ose më saktë 1 semafor është dhe ka vetëm 2 semaforë që jemi korrekt dhe vetëm vizat bardha. E kam ngritur si shqetësim sepse nuk ndalon njeri vëlla. Hapet semafori me 80, me 90, ti hyn te vizat e bardha. Pra vjen makina, të shikon dhe nuk ndalon. Përkundrazi jep gaz.